Zgjedhjet për pushtetin lokal, të cilat do të realizohen në 8 maj, pritet që të jenë zgjedhjet më të kushtueshme në 14 vitet e fundit. Në bazë të dhënave zyrtare dhe nxjerrjes së statistikave, Open Data Albania ka publikuar të dhëna mbi shpenzimet zgjedhore sipas buxhetit të shtetit gjatë viteve 2003-2011. Sipas këtyre të dhënave, procesi zgjedhor vendor pritet që të kushtojë 600 milion lek. Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2009 janë administruar nëpërmjet një fondi prej 600 milion lekësh dhe po kaq janë parashikuar për zgjedhjet lokale të vitit 2011. Shifra e përcaktuar për zgjedhjet vendore të 2009-s mund të justifikohet disi për shkak të ndryshimeve që u bën në kodin zgjedhor, të cilat kërkuan informatizimin e procesit të numërimit të votave dhe një monitorim më të specializuar teknologjikisht. Mirëpo krijimi i një mekanizme të tillë mund të përdorej edhe në zgjedhje të tjera dhe kjo mund të sillte një proces zgjedhor më pak të kushtueshëm për këtë vit. Sipas Open Data Albania, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe shuma e parave të alokuara nga buxheti i shtetit për KQZ-n është në varësi të organizimit të zgjedhjeve në vend. Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale ndër vite kanë kushtuar nga 23 milion lekë që ka qenë në vitin 2005. Viti i zgjedhjeve të përgjithshme ka shkuar në 500 milion lekë në 2006, rreth 21 herë më i lartë, dhe në 250 milion në 2007, viti i zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2009 janë administruar nëpërmjet një fondi prej 600 milion lekësh dhe po kaq janë parashikuar edhe për zgjedhjet lokale të vitit 2011. Këto vite shënojnë edhe shifrat më të larta të shpenzuara ndonjëherë për organizimin e zgjedhjeve në vend nga KQZ. Ajo është 16 herë më e lartë se sa ishte në vitin 2004 dhe 25 herë më e lartë se sa ishte në vitin 2005.